Analisti Andi Bushati foli për protestën e opozitës në 10 shkurt, kur pati përplasje me policinë dhe hedhje molotovësh. Bushati deklaroi në emisionin të paekspozuarit në Mësane TV, se me skandalet ku është përfshirë qeveria, opozita duhet të digjte të gjithë Tiranën, por nuk e ka fuqinë ta bëjë këtë. Protesta është në të drejtën e PD-s ta bëjë, por me protestë jo vetëm që regjimi i Ramës nuk shembet, por as nuk kriset. Duhet të jemi të ndërgjegjshëm që ky lloj pushteti, protesta të tilla nuk i bëjnë ndonjë dëm të madh. E dyta, u bë një debat fishek zjarret molotovët. Problemi im nuk është se hodhi opozita molotov, por është se nuk e djeg dot kryeministrinë e milionave të ballukut apo parlamentin e rrëmbimeve të Ergys Agasit. Në pikën që jemi do të ishte e legjitimuar që parlamenti dhe kryeministria, por Tirana të jetë në flak. Opozita nuk e luan dot këtë rol, nuk ka milionat, bandat dhe fuqinë për ta organizuar këtë. Në këtë kuptim bëhet qesharak debati që kritikohet opozita se ndot pak muret e kryeministrisë. Me këta rrëmbys personazh, hajdut kronik, çdo veprim i qytetarëve do të ishte i përligjur. Opozita nuk është në këtë nivel, tha ndër të tjera Bushati.